Mbrojtja e qytetarëve shqiptar që ndodhen në vendet e lindjes së mesme mbetet prioritet për qeverinë në një moment kur rajoni përballet me përshkallëzim të tensioneve dhe konflikteve, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të diele në podcastin e tij Flasim, ku një nga çështjet e trajtuara ishte pikërisht situata në lindjen e mesme. Ai tha se ofensiva e ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara në bashkëpunim me Izraelin synon të ndaloj përpjekjet e Iranit për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas tij, Shqipëria mban marrëdhënie miqësore si me Izraelin, ashtu edhe me disa vende të Gjirit Persik, përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin dhe Bahreinin. Rama i cilësoi këto vende si partnere me cilat Shqipëria ruan lidhje të qëndrueshme. Kryeministri tha se ambasadat dhe konsulatat shqiptare në rajon mbajnë kontakte të vazhdueshme me autoritetet vendase dhe me institucionet në Tiranë për të ndjekur zhvillimet dhe për të ndihmuar qytetarët shqiptar. Ai shtoi se kufizimet dhe vështirësitë në fluturime përbën një nga sfidat kryesore në këtë situatë. Rama shprehu solidaritet me vendet e prekura nga tensionet e fundit, duke përmendur Kipron, Greqinë dhe Turqinë. Ai përmendi edhe një rast kur forcat e NATO-s neutralizuan një raketë që sipas tij kishte ardhur nga Irani drejt territorit turk. Në lidhje me lajmet për një sulm të mundshëm ndaj Shqipërisë, Rama i cilësoi ato si spekulime dhe dezinformim. Ai theksoi se Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe përfiton nga mekanizmat e mbrojtjes kolektive të aleancës. Kryeministri theksoi nevojën për informim nga burime zyrtare dhe përqasje të kujdesshme ndaj zhvillimeve në rajon, ndërsa institucionet shqiptare vijojnë të ndjekin situatën dhe të mbajnë kontakt me qytetarët shqiptar që ndodhen në zonat e prekura.